Të dashur shikues, po shpresoj se po shëroheni me ne në këtë të diel. Jemi me emisionin fundjavë, tani është koha për rubrikën Rrëfime nga gratë të suksesshme. Edhe sot e kemi të ftuar një zonjë me cilën do të flasim shumë çka rreth jetës së saj mes Zvicrës dhe Kosovës, aktivitetet të shumta, karrierën e shumë çka tjetër. Bashkë me mua në studio, zonja Fatime Kalimashi. Mirëserdhës, shumë kënaqësi që kemi në studio. Përshëndetje juve, faleminderit për ftesën, kënaqësi që jam me juve sot në bashkëbisedim të emisionit. Keni ardhur në Kosovë tash e sa kohë? Me njëherë me aktivitete, me xhirime, me festivale? Po sigurisht sepse është edhe punë e jonja. Ne jetojmë me këtë art, me këto krijime dhe për neve thjesht është një frymë që ecim edhe rrugtojmë kudo që shkojmë. Me sa e kuptuam, sa po keni arrit në Kosovë, një ditë e gjatë ka qenë për juve, me xhirime të videoklipet, pastaj me festivalen, me aktivitete, si po ja delni me menaxhu dhe me mbajt energjinë, në njëjtën kohë dhe me u do kaq bukur si gjithmonë. Faleminderit shumë, por kur është dëshira dhe vullneti, gjithçka arrihet. Them të drejtën, unë dje që në mëngjes kam arrit në Prishtinë dhe menjëherë kam startuar me klipin e bëra në shtëpi gjatë ditës dhe mbrëmja arrita të shkoj në festivalin në Adrinia Johan, që u mbajt në Den, ku isha aty e ftuar dhe kalova aq mirë, po me dëshirën që edhe të jem atje, po edhe vi pikërisht në formë në emisionin tuaj këtu në mëngjes. Megjithatë, ja arrim. Po, si shkuan xhirimet dhe festivali? Mirë shumë. Diçka në mënyrë perfekte. Jashtëzakonisht mirë, aty ku promovohet kultura shqiptare, sigurisht që është gjithçka për t'u admiruar dhe për t'u vlerësuar. Kur i shef gjithë artistët në skenë, sidomos gjeneratën e tretë, kur i shef fëmijë të veshur me veshje kombëtare duke performuar, qofshin me instrumente, për shembull çiftelid, edhe këngë valle tradicionale, është kënaqësi vërtet. Do të flasim shumë çka edhe për vlerat tona kombëtare, siç i përmendët, instrumentet, veshjet, shumë çka tjetër për pjesën e jetesës mes Kosovës dhe Zvicrës, mërgimit në përgjithësi, po fillimisht po kthehemi pas në kohë, të flasim për fëmijërinë tuaj, si e kujtoni? Thënë të drejtën, çfarë nostalgjie kisha mbrëm. Ma kujtonte fëmijërinë time kur isha në bankat shkollore, kur kam dalur në skenë, kur gjithçka ishte e bukur, me ndjesi, me vlera, nuk mungonte asgjë, thjesht ndoshta na mungonin tani që i kemi gjërat më shumë, ato materiale, qofshin më profesionale, por edhe pse nuk kemi pas teknologji, s'ka munguar asnjëherë dëshira, ëndrat, mbështetja. Cilat kanë qenë ëndrat e zonjës Fatime në atë periudhë? Thënë të drejtën, ëndrën që e kam pas e kam realizue, se kam menduar ndoshta që unë realizoj shumë çka në jetë për ato që si kam mendu. Por me kalimin e kohës, vërtet jeta është një mrekulli dhe unë besoj në mrekulli, sepse gjërat e padukshme, gjërat që ndjehen, ato vinë vetvetiu me frymën e dashurisë, me frymën e të jetuarit dhe me frymën e ndjesisë. Ato që ndjen, do thotë ti duhet të punosh me veten dhe të kërkosh, të gjurmosh, të hulumtosh dhe të arrish në ato pikë synimet. Meqense ëndraime e ka hershme kam thënë shumë kanë qenë studimet, por sot nuk më ngelet do të thotë me rak diçka, për vetë faktin që nëse nuk e kam pas një diplomë me kohë, unë kam arrit ta kem një diplomë ndoshta pas një kohë, po më mirë vonë se asnjëherë. Sepse vetëm me punë dhe duke mos u dorëzuar asnjëherë, kam arrit do të thotë që jam e përmbushur me gjitha ëndrat tash. I përmendet krejt këtë pjesën e ëndrave, mbështetjes, aktiviteteve edhe qysh si fëmijë. Keni qenë aktive edhe në atë kohë me aktivitete tilla, ka qenë muzika pjesë e jetës suaj apo shkrimi, çka do të thotë? Shkrimet po, edhe muzika, por s'kemi pas mundësi të praktikojmë ndoshta edhe aq shumë ose të promovohemi aq shumë, kanë qenë të pamundura. Ato ndoshta diferenca që e ka bërë vetën ka qenë këndimi në për dasma, në për ahengje, në për kanagjegje. Po vërtet, ku janë mbajt këto ahengje familjare, asnjëherë s'ka mungu Fatimja, prezenca Fatimës aty, së bashku me motët kuptohen, sepse arti, apo thënë kënga, apo zëri, është në gjena. Do thotë kemi këtë si trashëgimi nga familja
e babit. Të thotë edhe motra ka qenë që gjithmonë ajo ka aktive. ndonë në bukur, vetëm që ajo s'ka vazhduar si korona, unë kam rreziku. Ja dollet. E kam kërku Fatimen, me gjetë Fatimen e vërtet, deri ku arrin të shkon. E përmendet edhe motrën edhe pjesën që e keni pas pak a shumë në gjene pjesën e muzikës, këndimit në përgjithësi. Në çfarë familje është rritur si fëmijë zonja Fatime? Fatimja është rritur me një familje bujare, shumë punëtor, edhe kanë qenë shumë human, njerëz të fjalës dhe së besës, njerëz që kanë ditë të respektojnë frymën e adhe dashurisë, t'i vlerësojnë vlerat patriotike, kombëtare, por edhe artistike. Babi im i binte edhe kavallit, vlezrit, fyelit, dhe shpesh herë në përfusha i shoqëronin punët që i bënin. Gjithmonë i shoqëronin me meloditë e fyelit. Edhe në mbrëmje, neve në familje, pothuajse kemi pasur çdo mbrëmje aheng. Më thanë kemi pas muzikë edhe atmosferë të mirë. Shpesh herë fëqenjet tonin, keni feju dikë? Jo, s'keni feju askë. Keni ndonjë festa? Po, tashe 30 vite, jeta juaj ndryshoi plotësisht, për shkak që lëvezët në Zvicër për të jetuar. Po, kur rritemi, ndryshojnë gjanat. Sepse kur ti do të e bën një kohë, një mosh, edhe rregullat, jo ato kanonore, por rregullat jetësore. Si që zonë jeta. Po, kanë qenë që duhet të martohesh dhe tani duhet të kryesh familje, por që ndoshta për të pyetur ëndrat ato kanë qenë pak më të vështira për të realizuar me kohën është fjala, sepse duhet derisa njerëzit ta ndryshojnë mentalitetin, bindjet e tyre krejt, edhe pse jemi të barabartëm gjithmonë, por asnjëherë s'jemi të njëjtë, sepse ëndrat janë të ndryshme. Megjithatë, u martova, krijova një familje, por kam vazhduar gjithmonë me ato ëndrat e mia. Ndoshta jo të hershme, pak të vonuara, por asnjëherë të dështuara. Me rëndësime i realizu, erdo kurdo. E përmendët që jeni rritë në një familje ku është kultivu gjithmonë fryma dhe dashurisë. Pastaj sa e vështirë ishte për juve që të merrni një rrugtim për në Zvicër, të jetoni, të ndryshoni atë përditshmërinë, të provoni të hapni dyert të reja? Kjo ka qenë pak e vështirë, të drejtën, shumë e vështirë, shkëputja nga vendlindja, shkëputja nga familja, nga shkolla, ka qenë për mua një shok emocionel, por megjithatë jeta do të ka vazhdu edhe jam adaptu, jam integru, edhe pse ka qenë pak e vështirë fillimet e para, derisa kam mësuar gjuhën, derisa do të kam mësuar rrethin, se si shkojnë procedurat, dhe pastaj kam fillu me disa kurse, me punë, kam qenë shumë e pavarur, kam kriju familjen time, jam ardhur me fëmijët, kam investuar në fëmijë, që fëmijët e mi paktën ta kenë mbështetjen, jo pse unë si kam realizuar ëndrat, që ata të realizojnë ëndrat e mia, por të kenë do të atë mundësinë, mbështetjen për ato që ndoshta për potencialet që kanë, që mos të shuhen apo mos të mbyllen në vetvete, për arsye se shpesh herë ndoshta nuk arrim të kuptojmë njerëzit, fëmijët, po edhe të rriturit për dëshirat e tyre, sepse jo të gjithë do të kanë dëshirat e njëjta apo ëndrat e njëjta. Pikërisht kur jemi tek dëshirat edhe ëndrat e personave që janë nga më të ndryshme, secili ka ato pikpamjet, ambicjet e tyre, po sot çka do ju thoni dhe si shihni këtë pjesën e të rinjve që lëshojnë Kosovën në një mënyrë për të gjetur një rrugë tjetër? Kjo temë është pak delikate, sepse vërtet më prek thellë në shpirt, kur kem parasysh se kemi një rini shumë të shëndosh, shumë të mirë, dhe pavarësisht ndoshta disa gjanave që ju mungojnë, por i kanë mundësitë jo vetëm për të shkolluar, por edhe në edukim, edhe në zhvillim, qofshin ato personal, qofshin ato profesional, dhe është për këtë që ardhje që rinia jonë të shkojnë në perëndim dhe të shërbejnë një vendit huaj, apo gjitha ato potenciale, gjitha ato surset i derdhen për të zhvilluar një shtet huajin, sepse sado që kemi mundësi të zhvillimit, thjesht pse t'i ndërtojmë apo t'ju mundsojmë shteteve të huaja, kur kemi mundësi
të kultivojmë, të ndërtojmë dhe të zhvillojmë në një shtet tonin. Unë për vete kam migruar ose kam ikur nga Kosova, jo që kam ikur, po detyrimisht sepse i fejuar im ka qenë në Zvicër dhe sigurisht që unë dashje pa dashje thjesht kam ndërtu jetën, por që nuk janë do të njëjtat situata apo të njëjtat kushte. Jo në për kushte ekonomike që kam shku, po ndështë kam pranu për faktin që për ta pasurat pavarësin dhe për qenë vetë vetja, sepse s'kam pas mundësi tu do të edhe sot zoti kisha këto mundësi, sinqerisht, me bindje këtë, sepse jam përgjegjëse për ato që e them, faktikisht atje më është dhanë mundësia vërtet të arri gjithçka që kam pas dëshirë. E rinia e sotit është përkeqare se më ndihmsen, sepse është shumë e rëndësishme që në vendin ku rritësh dhe tjetosh aty është një emocion i papërshkruar. Është një tematik shumë e ndjeshme për të folë për këtë çështje, sepse është një temë shumë e gjerë, edhe duhet shumë kohë për me folë. Nuk është mungesë të thotë që ndoshta mungesë e kushteve ekonomike, jo, por janë ca gjëra të thelluara që duhet bazë të ndërtojmë që në fillim qofshin në edukim, sepse kultura e përgjithshme varet edhe nga prindrit, edhe nga kultura e përgjithshme që veç se e përmendët, ka vedisimi. Një ndër pikat kryesore për juve ka qenë ruajtja e identitetit shqiptar dhe vlerave tona kombëtare, që jeni mundu me aktivitete të ndryshme përmes muzikës, përmes shkrimeve, çka do të qoftë me rujt, edhe në një forma apo tjetër me bë bashkë edhe komunitetin shqiptar në Zvicër. Ka qenë qëllimi im gjithmonë që ta dëshmoj veten si vlerë, asnjëherë si këngëtare, asnjëherë si krijuese, asnjëherë si poete. Edhe pse isha autore disa veprave, asnjëherë të nuk jam poete, thjesht vetëm jam një pasionante. Është dëshira ime për shkru, dhe kisha përshtypjen gjithmonë kur ndoshta pikrisht që dua të dal nga ajo pjesa kur kemi qenë fëmijë, edhe kur isha fëmijë, ndoshta në mungesë të asaj që unë kisha dëshirë, kisha ëndra, por të mos qenë e dëgjuar apo e kuptuar, thjesht ti ke heshtur dhe gjithçka ke ruajtur do të thotë në shpirtin tënd, sikur thjesht i ke burgosur ëndrat apo dëshirat, po edhe qëllimet e tua. Dhe qëllimi nuk ka qenë do të thotë vetëm që unë ta kem një diplomë apo ta mbaroj një universitet. Thjesht ndoshta që secili e sheh botën më ndryshe, edhe si fëmijë vërtet kam qenë më ndryshe se sa fëmijë tjerë dhe shpeshherë kam bë pyetje vetes, duke u rritur të them, a unë kam një problem apo se nuk mund të kenë të gjithë problem kashimeje, por e kam pa se do të ka disa individ që dallojnë nga të tjerët, edhe është krejt normale. Pastaj kur më është dhënë mundësia në Zvicër atje sa të bëj edhe sa ndoshta kurse, por edhe teste psikologjike, atëherë kam pa që vërtet diçka nuk tham që hynor, po vërtet kemi diçka një mrekulli që ndoshta jo të gjithë e posedojnë këtë potencial. Edhe mandej sigurisht që kam punu me veten, edhe kam dëshmu veten, jo vetëm ta kem një profesion, sepse profesioni mund të shërbej brendja një institucioni, brendja një zyre, por ti thjesht kur ke mundësi që të lësh gjurmë dhe të dëshmosh pikrisht për atë që je, për ta ruajtur identitetin, për të kultivuar gjithmonë frymën shqiptare. Kur them frymën shqiptare, si se unë frymoj shqip, pavarësisht çfarë gjuhë flas dhe ku jetoj, unë jetoj dhe veproj në Zvicër, po ëndrat i shoh në Kosovë, në vendlindjen time. Aty ku jam lindur dhe jam rritur me frymën e dashurisë, me adë dashurisë. Edhe vërtet jam shumë e lidhur, emocionalisht, shpirtisht jam e lidhur. Unë kur kam shkruar, kam pas përshtypjen se sikur po shkruaj në heshtje, sikur nuk po dëgjohem. Edhe vazhdimisht kam thënë, unë duhet të angazhohem në aktivitete kulturore, që të promovoj kulturën shqiptare dhe sa më tepër të angazhoj të ri të reja, faktikisht përmes këngës përçoj mesazhe. Sepse këngë mund të bëjmë në zhandre të ndryshme, por qëllimi im ka qenë edhe përmes këngës, përmes zërit,
shpërqoj për cili mesazhe. Pikërisht, po të regua që keni një lidhje emocionale shumë të fort, pa dyshim, me Kosovën. Sa po keni rast marrë shpesh krahas angazhimeve që i keni në Zvicër? Kur kam punuar 200%, 200%, sepse kur punosh 100%, edhe 100% në familje e fëmijët këto, them do të thotë vetëm kur lodhët truri, se edhe kur lodhësh fizikisht s'ke kohë për të shuar. Megjithatë, gjen kohë, por që ndoshta me tutje për aktivitete nuk të premton koha, me qenë se më shpesher 24 orë më duken pa mjaftueshme. Megjithatë tash që kam reduktu orarin e punën, edhe thjesht fëmijët janë rritur, tash duhet marr kohë vetëm për vete dhe për dëshirat e mia. Thjesht dua jo vetëm që të kultivoj do të thotë artin, kulturë sa më tepër të promovoj, por thjesht edhe dua të jetoj, edhe dua që të jap vetes kohë për çfarëdo qoftë edhe për një kafe. Po sa ka qenë vështirë me ndërtu gjithë karrierën në diasporë? Tregua që një qëllim ka qenë që edhe me i mbajtë të rinë të afër në aktivitete që frymojnë Shqip në përgjithësi. Po për karrierën tuaj sa ka qenë e vështirë këtë ky rrugtim? Shumë ka qenë e vështirë. Jashtëzakonisht, por kur duam gjej mënyrën e kur duam gjej arsyen. Ka qenë e vështirë për vetë faktin se unë shpesh them, kur e kemi bazën nuk është problem, por të ndërtosh edhe në bazë, dhe më thanë është pak e vështirë, unë rrjedh nga një familje punëtorësh, por unë kam thënë gjithmonë, babi nuk e kam pas as drejtor, as profesor, thjesht nuk kam pas një rreth që ndoshta munden me mbështet, me përkrah, pavarësisht që për financa s'më ka mungu asnjëherë, por thjesht ka qenë mentaliteti ka qenë më ndryshe, edhe një femrat, sado që themi jo jemi të barabartë, absolut, sepse para Zotit jenë të barabartë, por asnjëherë as para prindërve s'kemi qenë të barabartë, thënë të drejtën. Me qenë se unë kam gëzu shumë respekt dhe shumë dashuri që jam falenderuese Zotit, dhe edhe tash që babin se kam gjallë, kam qenë shumë e lidhur me të dhe kam qenë fëmija ndoshta jo ma i llastun vetëm, por edhe ma i vlerësuar. Edhe mbështetjen e tij e kam pas, por nuk mjafton domethënë gjithmonë se kur rritesh me një rreth të madh, mandej ndikohen, ke parasysh, edhe duhet me respektu sigurisht, pak edhe rregullat. Pra kanë qenë për krahas, po kanë pas disa komente, dyshime në këtë aspekt. Patjetër, po megjithatë pikërisht ndoshta ka qenë edhe arsyeja pse më ka feju për me shku në Zvicër që e ka ditë. Fatimja lufton edhe i arrin domethënë qëllimet e veta. Për këto jam falenderuese, por s'ka qenë shumë lehtë, ka qenë shumë vështirë. Ndoshta sikur kam pa gra tjera që i kanë pas mundësi dhe sikur thjesht nuk kanë munduar, thjesht nuk kanë punuar ndoshta aq shumë se e kanë pas vështirë që të zgjohen herët apo të mirën edhe me fëmijët edhe me punën, është çështje secilit për shembull, por unë thjesht nuk e kam marrë, unë kam thënë vetëm ata kam një mundësi. Vetëm apo më hapet një portë. Si kam shikuar vështirësitë, vetëm e kam shikue apo e kam mendue qëllimin, fakun, pikësynimin, destinacionin. Se kam mendue gjatë udhëtimit tim çfarë kam me has, absolut, sepse qëllimi im ka qenë domethënë i pastër, i ndërgjegjshëm edhe i mirë. Edhe padyshim, momentin që i kemi qëllimet e mira, është e pamundur që ti mos marrit në sukses, edhe mos me reflektue. Teksa po flasim për këto arritje, reflektime, po i shohim edhe një fotografi shumë të bukur me veshje tradicionale. Cilat janë ato emocione që ndjeni sa herë që i bartni? 100% shqiptare. Unë momentin që jam e veshur me veshje kombëtare, edhe sot kam mendu me arë me veshje kombëtare, po tash ndoshta nuk e di. Se jo. Momentin që jam me veshje kombëtare, ndjem aq mirë, thjesht kam përshtypjen se jam sallë vlerë. Sepse nuk e bëj do të thotë se tash është bërë trend, veshja kombëtare është bërë trend. Edhe është më vjen mirë për disa gjëra, po më vjen shumë keq për keqardhje, sepse e shfrytëzojnë domethënë në raste ndryshme. Po ruhen tipike ato vlerat apo ndonjëherë dhe po devijojnë? Po devijojnë. Edhe muzika edhe çdo gjë gati po devijojnë. Sepse unë veshjen kombëtare ka shumë që e veshin veshje kombëtare, por
thënë të drejtën, kërë vesh i veshjen kombëtare, momentën unë asta lavas dal me vallëzue. Unë di pse vesh i veshjen kombëtare, edhe çka këndoj. Unë promovoj vlera, përderisa veshin e veshje kombëtare, unë promovoj vlera. Edhe nuk e marr mikrofonin me dal me këndue këngë çka nuk i përshtatet as veshjes sime, sepse janë ca rregulla. Pikërisht jeni kujdesshme edhe në këtë aspekt. Pikërisht, për mua ka shumë rëndësi. Keni rastin që ti veshni shpesh qoftë në aktivitetet kulturore që... Shumë shpesh. Shumë shpesh. Që sa vite thjesht shpesh herë dhe për qefi, kur du me po fotografi, me postu në rrjetet sociale, me ndonjë varg të shoqëruar, me ndonjë poezi, edhe i veshi. Për fotografe kam bashkëshortin edhe djalin, kështu që se kam problem. Po i veshi shumë shpesh. Edhe me knasi, bile shpesh herë merr malli, edhe tash që kam marrë me veti, edhe që s'dalë s'kem në herë i marrë me veti, ti kem po. Po, sa keni pas kontakt edhe në fillim edhe me nacionalitetet tjera që kanë jetu në Zvicër? Sa jeni mundu që këtë kulturën tonë, veshjet tona kombëtare, t'ja tregoni muzikën e Mirfield, çka do tjetër? Po, ju tregojmë, ju shpjegojmë edhe janë shumë interesant, ju intereson çdo detaj, çdo element, kur i shohin rruzat, qëndisjet, shamijat, po ju shpjegojmë edhe janë çudit, thonë që sa bukur që i runit tota dita, as më tepër kur i shohin fëmijët, edhe shpesh herë ndodh fëmijët që nuk flasin ndoshta edhe shqip mirë, po vishin me veshje kombëtare, vallëzohen, edhe shpesh herë kemi domethënë koncerte që mbajmë, siç është tash edhe në Korrik mbahet festa e ngjyrave, do thotë janë gjitha komunitetet, marrin pjesë aty 38 komunitete, mbahet 30 festival edhe zakonisht aty ka të ndryshëm. Duket që sikur ngjyra kuqe që reflekton edhe veshja jone duket s'ka asnjë veshje. Është më e bukur. E përmendet edhe gjuhën shqipe. Ju jetën tuaj tani e zhvilloni në Zvicër dhe fëmijët po besoj që janë lindë dhe janë rritur në Zvicër, apo jo? Sa ka qenë rëndësishme për ju që pikërisht këto vlera që i ndjeni ju dhe mundoni me i transmetu edhe tek tjerët, ti i transmetoni tek fëmijët tuaj? Gjuha shqipe, vlerat kombëtare, muzika e Mirfield? Kjo është esenca. Këto është ai thelbi kryesor. Gjithmonë ka qenë qëllimi, pikërisht që kam luftu jo për veten, po pikërisht e kam pas frikë që duke pa emisione dokumentare të ndryshme, edhe kam thënë neve duhet të zgjohemi, duhet të bëm, sidomos gratë, është fjala gjithmonë të gratë, sepse gjenia femërore gjithmonë ka qenë, të drejtën se unë kur jam shku në Zvicër e kam gjetë vjerën atje, për shembull në Zvicër, edhe gjenerata sajna thjesht kanë shku vetëm sa për të shërby familjarëve, fëmijëve, burrëve, se s'kan punu. Tralla kanë qenë. Qëllimi ka qenë pikërisht për ruajtjen e identitetit, gjuhës dhe kulturës. Edhe unë vazhdimisht kam punu në këtë aspekt, në këtë drejtim, sepse kam dje edhe obligim moral njerëzor kombëtar, se pa i ditë edhe rënjet e tua, historinë tënde, ti s'mundesh thjesht as më integru as me mësu kulturën e huaj. Fëmijët se jenë bon thjesht i kam çuar në shkollën shqipe, kanë mbaruar mësimin plotësues, do thotë që kanë shku një herë në javë, por shkruajnë mirë shqip, lexojnë mirë, komunikimin brenda shtëpisë gjithmonë e kemi pas shqip, pavarësisht që kanë zhvilluar edhe aktivitete tjera, sigurisht janë të detyruar të flasin gjuhë tjetër, por në fakt aty kemi ruajtur gjithmonë gjuhën tonë të bukur. Sa mirë, po sa kanë mall ata për Kosovën? Fillimet e para kanë qenë shumë të lidhshme me Kosovën, me vendlindjen time, por thënë të drejtën dita ditës fillon të zbehete. Për arsye që ata janë rritur, por ndryshimi i sidomos pas lufte, pas pandemie, ka ndryshuar njerëzit shumë, ja, ndoshta edhe teknologjia ka bërë vetën, edhe sa më pak që komunikojmë, sa më pak që mbajmë raportet, edhe raportet ftohen. Edhe është për keqardhje. Pikërisht, kjo është që unë do të mundohem sa më shpesh marrëm Kosovë, edhe me bom me kuptu fëmijët e mi, edhe breza tjerë që
sa do që jemi në për vendet huja, mos harrojmë se fulin më të ngrohtë e kemi këtu. E kisha frikën gjithmonë ku desha të dalë të gjuha, të ja integrim por asimilim asnjëherë. Sepse është shumë e rëndësishme kjo pjesë e lidhshmërisë me vendin, me rranjat, me gjakun, me kombin. Shenë diçka që jeni mundu prej qysh para 30 viteve, kur keni marrë vendimin të largoheni për në Zvicër për të kriju një jetë të re. Po qëllimet i keni pas gjithmonë të njëjta, qoftë për fëmijët tuaj, njëjtë edhe për komunitetin shqiptar që jeton atje. Patjetër, unë kam qenë edhe koordinatore e disa shoqatave bashkë me shkollën Shqipe, ku edhe kam bashkëpunuar me mësuesen Bërbuqe Ahmetaj që e përshëndes. Ajo ka qenë mësimdhënëse në kantonin Vaud në Lozan për ca vite, ku aty fëmijët e mi kanë marrë edhe hapat e parë, domethënë të mësimit, të shkrimit dhe leximit, së bashku me mua sigurisht, se edhe nanat janë mësueset e dyta, por sigurisht edhe mësueset janë si prindrit e dytë. Dhe kemi vazhdu kështu, derisa edhe me aktivitet kulturore, që kanë ndiku shumë në shoqëri, do të thotë sidomos tek fëmijët e tanë, dhe tash është bërë vërtet për t'u admiruar dhe për t'u çmuar, sepse fëmijët pavarësisht që është zbehaja pjesa e shkollës, është mbyll shkolla në Morsh, shkolla Shqipe, dhe ka shumë ranje, shumë pak nxënës për keqardhje, por pikërisht është këtu çështja e angazhimit të prindërve. Nuk preferojnë që t'i dërgojnë në shkollë Shqipe? Absolut, edhe pse kanë pas mundësi, domethënë është ofruar fala çdo gjë, ku e kam edhe kolegun tim që dua ta përmend, që ja vlen me përmend që ka dhënë një kontribut të madh Gjergj Prenkoçaj, ju ka ofruar mundësi do të thotë edhe të shkon taksi ti merr para shtëpisë dhe ti sjell në shkollë, por jo, asnjëherë domethënë ka qenë asbeja pikërisht edhe nuk kanë dashur, sepse e kanë marrë si ngarkesë. E më vjen shumë keq se janë disa pasoja që mund t'i bartim me vend dhe ndoshta është vend për t'i rekuperuar dhe për t'i përmirësuar, sinqerisht. Dhe pikërisht fëmijët tuaj, sa kanë kontakt edhe me fëmijët tjerë shqiptar atje? Jeni një komunitet që bashkëpunoni, komunikoni? Po, fëmijët e mi kanë, mund të them jo vetëm me shqiptar, por me gjithë, po janë të lidhur dhe janë rritë me këtë frymën, me këtë edukat, dhe për mua kjo ka qenë domethënë pasuria më e madhe edhe çmimi ndoshta që unë kam arrit me pas, pikërisht në edukimin e tyre. Ka ndonjëri prej fëmijëve ndonjë pasion të përbashkët me juve? Djali vogël këndon mirët me shkrime që nga mosha 9 vjeçare, po e ka një zhëndër krejt tjetër, ndërsa vajza me gjimnastikë artistike, ajo ka qenë qysh nga fëmijëria, me qenë se shpesh herë ndodh që prindrit nuk arrin ndoshta që fillimet që për t'ju zbuluar talentin, sado që e kuptojnë, por nuk janë shumë profesionist në këtë aspekt, dhe mande kur kanë shku në shkollë, kanë pa në orë të gjimnastikës, do të thotë mësuesja që diçka është më e veçantë, pse jo t'ja zbulojmë talentin dhe po, vajza mirët, djali madh sigurisht, gjithë me artë, jemi familje, domethënë që mirë me artë, me pikturë, vizatime, me dizajne, gjithçka kështu, por edhe me sport, po. Fushat ndryshme të kulturës, artit, sportit, po edhe me pjesën e shkrimit të përmendet që djali vogël merret qysh nga mosha 9 vjeçare. Kur jemi tek shkrimi tregua që edhe në momentet kur keni botu diçka, asnjëherë nuk e keni cilësuar apo titulluar veten autore apo poete. Asnjëherë. Asnjëherë është për çudi sepse shpesh herë ndodh që nuk jemi të vetëdijshëm ndoshta për ato që posedojmë. Sinqerisht, edhe për mua ndoshta ka qenë shkrimi ka qenë thjesht ato në mungesë të përmbushjes shpirtërore, apo të jesh e dëgjuar edhe e kuptuar, thjesht unë e kam marrë ta si zbrazje, si terapi shpirtërore që e përdor për vetveten. Thjesht aty sigurisht që ti gradualisht kur ke kontakte me njerëz kompetent, me njerëz të fushës dhe njerëz
adekuat që ty ta vlerësojnë domethënë punën dhe krijimtarinë, atëherë ti sa më tepër që ke kontakte ti njihesh me vetveten. Sa më shumë do thotë ke eksperjenca, atëherë ti jo që e vlerëson sepse njerëzit vlerësohen nga të tjerët, por që faktikisht thjesht e njeh veten më mirë. Kur jemi tek shkrimet, po ndalemi edhe tek romani që na keni sjellë sot në studio, është Fatimi, atë të kohë e paraqitur edhe në një mënyrë vizuale. Çka paraqet ky roman? Pjesa e parë po e shohim. Luftën, sfidat dhe sukseset. Triumfin. Tri etapat. Lotën e artë. Janë etapat në të cilat ka kaluar zonja Fatime. Jo vetëm zonja Fatime, po shumë Fatime tjera, po Fatimja e merrat përgjithësi se ka qenë shumë guximtare. Okej. Po është thjesht një rrëfim, por është edhe një mesazh për gjithë ato gratë, për gjithë ato nënat, për gjithë ato vajzat, për gjithë ato motrat tona që humbin shpresat, që janë pesimiste. Thjesht duajeni veten, duajeni jetën, ëndrroni, jetoni, dëshironi, realizoni, por punoni, se pa punë s'bëhet asgjë. Vetëm duke punuar, duke rrezikuar, duke sakrifikuar, se po të qëndrojmë këtu ulur pa prish komoditetin, s'ka edhe suksese. Po e përmbyllim këtë bisedë me një mesazh kaq të bukur nga jo. Faleminderit shumë që ishi sot pjesë e emisionit fundjavë, për energjinë e mirë që na sollët dhe për kontributin shumë vjeçar. Kënaqësi. Faleminderit juve.